Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Në fillim dhe gjithmonë Allahun xhalla wa ala e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se po takohemi edhe sonte në këtë takim të radhës, në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin ton Ky është i dërguari im. Jemi në ditët më të mira të vitit, jemi në ditët me shumë mundësi, jemi në ditët me mëshirë të madhe të Allahut mëndosur, jemi në ditët që pejgamberi alayhi salatu i ka veçuar me adhurim. Andaj edhe kemi folur në takimin e kaluar të nderuar shikues për këtë ditë se duhet me ishfryzuar maksimalisht. Duhet me rujt kohën, duhet me rujt gjuhën, duhet me rujt dorën, me rujt mendjen, veshin, gjitha këto e shumë të tjera të mundohemi që t'i kemi të orientuara ka dhe të kthyera ka Allahu i mënduar dhe në përpjekje të vazhdueshme që të fitojmë shpërblime sa më tepër. Këto ditë shkojnë, ja tashmë edhe gjysma e këtyre ditëve ka kaluar, jemi edhe në pjesën e dytë të këtyre ditëve, deri në ditën e Xuma, kur është dita e Kurban Bayramit. Andaj, të nderuar shikues, shumë muhabete, shumë tema edhe lidhen me Kurbanin, me haxhin. Tash haxhilërët tanë janë në haxh atje, dhe pas që kanë kryer disa nga ritualet, tash janë në lloj pushimi pak, derisa të vijë koha që të bëhen gati edhe për ritualet e haxhit, që fillojnë me ditën e Arafatit e pastaj kanë ditë e tjera me obligime. Alhamdulillah, të gjithë haxhilërët janë shëndoshë mirë në akomoduar, përveç një haxhiu që morëm lajmin që kishte ndruar jetë, Allahu e mëshiroft dhe Allahu te barekuhu te ala bëv xhenet këtë sakrificë që ka bërë me shku në ato vendet shenjta, me e kry një adhurim madhor, dhe deshti Zotit që atje e kishte pas, që thot popullin e gjelin, atje e kishte pas, domethënë frymën e fundit. Lutim Allahun xhallahu ala që fakti që ka vdekë në atë vend, Zoti ta bën argument për të ditën e gjykimit, si përmbyllje të jetës së tij me vepra të mirë dhe angazhim që tjetë gjithmonë në frymën e asaj që ka qenë Allahu i kënaqur dhe na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar shikues, të gjithë ne e kemi një përfundim. Mirë po njeriu është shumë rëndësishme me kuptuar se si është përfundimi i tij. Andaj duhet me u lut për përfundim të mirë. Nga sa Allahu na ruajt, njeriu nuk e din kur e kap vdekja dhe ka mundësi që ndoshta ndonjë mëkat, ndonjë punë të keqe me kap vdekje e na ruaj Zoti që me dalë tek Allahu te barekuhu e jeta ka përfunduar me mëkat apo me punë të këqija. E lumja që jetën e përfundon me punë të mirë në udhë Zotit, me pendim e kthejmë tek Allahu i mënduar. Kemi telefonat, e inkuadrojmë, po urdhëni. Selam aleikum. Aleikum salam. Desha më ta bëni pyetje hoc për Kurban Bayram, më thon Kurbanin. Po. Kam qef mja prej vllau tem, nuk është i ri, nuk është i vjetër, po desha me ditë, a është mas që vallë për shkakun me prej një kurban, a me dhëmë sadaka për ta, a qysh është ma mirë. Vllau jeton me ju e bashkë ndamas? Jo, nuk është me neve. Në rregull. Për një devet, no. Domethënë, përmendë që duhet që të punojmë, të angazhohemi, edhe gjithë mundimit e gatshëm, nga se nuk i dihet se kur vije fundi. Sonte do ta bëjmë lidhjen e hapur direkte më një herë, që të kemi më tepër mundësi për pyetje përgjigje, për faktin se e di që shumë njerëz kanë nevojë ndoshta të marrin informata lidhe me këto ditë, lidhe me Kurban apo çka do që kanë nevojë lidhe me këto çështje, dhe gjithashtu javën e kaluar kemi fol domthon për një temë e në fund nuk patëm mundësi që të hapim mundësinë e telefonatëve. Andaj që nga tani mund të inkuadroni direkt në emision përmes numrit të shfaqur në ekranet e juaja. Se përket pyetjes që bëri shikuesja, Kurbani që theret për Kurban Bayram është kurban për familjen, nuk është kurban për individ. Prandaj mundesh me prej kurban për veti, për familjen dhe aty me inkuadru me njët edhe vllahun ton që Allahu më rujt, Allahu më mbrojt e kështu me radhë. Kjo është kurban që mund përfshihen te më shumë se një person.
mund të fshihen 5, 10, s'prish punë. Andaj familjarët mund të përfshihen në këtë kurban. Edhe në qoftë se nuk banon vllau me juve, nuk prish punë. Mundesh me prej kurbanin qysh e prej gjithë, me njet për vete, për familjen e juaj, të ngushtë dhe për vllaun tënd që po ke dëshira ti me prej në kurban. Do mosh me inkuadru në kurban vllaun. Nëse don për vllaun diçka ekstra, për shembull që tash nuk po e di arsyen, mund të jetë për shembull do më japë një kurban që Zoti më rujt, një kurban që Zoti më udhëzoi, një kurban që Zoti më japë mësu gjanje shëndetin, ki arsye të caktuara pse do më thirr kurban, atëherë ky kurban i sadakas i përgjithshëm prehet pas kurban Bajramit. Nuk është kurban i këtij kurban Bajrami. Bën më prej tani, nuk prish punë, mirë po mas kurban Bajramit periudhë të tjetë edhe më e lehtë, nga se mendoj që edhe çmimet do të jenë më të ulta, më të kapshme për me thirr kurban, po edhe për njetin e sadakasë së përgjithshme mund të jetë kurban, mund të jetë edhe para. Domthonë për këtë kurban të Bajramit duhet më kon vetëm therrje, kurban të thirret baktia e përcaktuar për kurban Bajram. Mund të presh edhe për vllaun, po nuk ka nevojë nga se futet njëtin e kurbanit tënd. Nëse don një kurban damas për të sadake përgjithshme, e prin pas kurban Bajramit. E për këtë kurban e sadakës së përgjithshme, që nuk është thirrje e veçantë për kurban Bajram, por sadake përgjithshme, këtë kurban mund ta bësh edhe thirrje, mund ta bësh edhe para që jep fukarave në emër të asaj që po ke dëshirë vllauit me arrit. Që Zoti më ndihmu në atë që ti për te po sakrifikon. Kjo është punë e mirë, pse jo me ndihmu fukarave, me ndihmu të vobektve, në emër të asaj që Zoti më ndihmu neve me shëru të smurin tanë, me ndihmu të afërmët tanë, apo për çfarë arsye që kemi në këtë dunjë, është padyshim nga punët e mira dhe shpresojmë që të jenë edhe tek Allahu të pranuara. Besoj që është e qartë kjo pyetje, përgjigje. Mirë, deri sa të na bëhet me dia se ka edhe telefonat, ka edhe shumë pyetje. Mirë, ka telefonat e kuadrojmë më njëherë, po urdhani. Orna, po ju dëgjojmë? Po, urdhani. Desha me bëni pyetje hoxhës, nëna më ka vdekën. Po. E babën e kam gjallë. E desha me bëni një kurbanën. A kisha mujt me bëni një kurban shembull, me bëni jetë edhe për nënën që më ka vdekë, por edhe për babën. Po e qartë, e kuptum. Tash e merr përgjigjen inshallah, e kuptum. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Selam. Kurbani që thirret për kurban Bajram. Domthonë një kurban, domthonë qoftë dash, dele, mund të jetë edhe dhi, pastaj duhet të ketë moshën e vet. Delia mund të jetë 6 muaj. 6 muaj e sipër, nën 6 muaj nuk pranohet. Dhia duhet të jetë 1 vjeçare, lopa 2 vjeçare. Prehet për të gjallët. Kur familjare prejnë për familjen e tij. Në këtë rast te për babën tonë, gruan, fëmijën e kështu me radhë. A bën që në këtë kurban të përfshihet edhe nëna e vdekur? Po, s'prish punë. Nuk ka ndonjë prej kurban ekstra për të vdekur, s'ka nevojë. Me niyet, me qëllim e bën pjesëmarrës edhe në kurban që e thirr dhe me lenë edhe asaj shkon sevapi pas një të lashe pa problem inshallah. Mirë, kemi telefonin ku adrojmë, urdhani. Alo, selam aleikum. Aleikum salam. Të shta me bo një pytje hoqë rreth statusit namazit djalit e më që është 10 vjeqar. Sa? Për 10 vjeqar. Po? Për namazin e sabahut e kemi shumë sfid, e kemi shumë zërë me zgju. Njerë kom tentu kështu pak 10 vjet, po njerë kom tentu pak si me zërë me qu, po pa ta caru begi shumë. Dhe ishta me na këshilu për naj teknika, qysh me ja bo. Se për namazet e ditës është mirë, elhamdulillah, po për namazet e sabahut e kemi shumë sfidë. Po e qartë, e kuptum, në rregull. Okej. Selam aleikum. Aleikum salam. Djali 10 vjeçar, mirë kemi telefonat prap, në rregull, urdhani. Selam aleikum hoxh. Aleikum salam. Allah për to këshilla. Amin, e falem. Që ta vone dy që këto ditë kam edhe një vajzë, ka mundësi me vu me 2 njete kurbanin. Po, e kuptum vlla, e kuptum, tash e merr për inshallah shumë. Mirë. Djali 10 vjeçar nuk e ka obligim namazin, nga se namazi bëhet obligim
kur fëmiu, vajzë apo djalë hyn në moshën madhore. Mirë po, si fazë përgatitore, është kërkuar nga prindrit që të fillojnë me edukimin e fëmijëve namaz që nga mosha 7 vjeçare. Dhe ky edukim të bëhet ende më dinamik dhe ende më insistues në moshën 10 vjeçare, për faktin se tash fëmiu ka i në fazën përfundimtare të hyrjes në adoleshencë. E kur ti bëhet obligim, do të fëmijë të jetë komplet i gatshëm që ta falë namazin duke mos lënë as namaz mungu kur i bëhet obligim. Prandaj kjo është një fazë trajnuese për fëmijën, nuk është obligim. Kështu që në fazën trajnuese ka tolerime. Prandaj 4 namaz që nësi rrin gati në rregull është. Sabahun nga njëre zgjani vazhdimisht, po nëse nuk zgjohet le mos insistoni me zgju detyrimisht sikurse me koni madh. Jo ashtu. Ti zgjaj ka dale, mirë. S'po më i tregu se ai duhet më zgju. Nëse nuk zgjohet le, e fal kur qohet pi gjumit, nuk prish punë. Por duhet me i fol që kur të është i kthen këndellën, kur është mirë i qitë, namaz sabat ka vlerë të madhe. Mirë më që falesh 5 minuta, 10, bjem flem, pastaj vazhdon tutje kështu me radhë. Domethënë me i fol pak kur është më i këndellur dhe kur është më i qetë. Po jo me insistu gjithçka me e qu. Kjo është e para. E dyta, namazi sabat lëviz. Domethënë tash është sabahu në ora 4:15, falet, shkon hala më herët, dimnit shkon në ora 6, është shumë më lehtë me fal, prandaj ajo ndoshta aspekti trajnues i tij për sabah më lehtë është të trajnohet në periudhat kur është sabahu më vonë. Më lehtë qohet në ora 6 më fal, në 6:30, për shkak se dielli lind 7 ora në dimnit. Andaj në 6:30 më fal mjafton. Ndryshe qohet në 6:30, ndryshe qohet në 4:30, janë 2 orë dallim në gjumë me siguri. Andaj mendoj që do të edhe këto faza të sabahut me pas parasysh, kur më herët, kur më vonë, edhe besoj që me lenin Allahut manduar dal ngadal me këto faza përgatitore, me këtë gradualitet, me këtë përkushtim dal ngadal e kupton seriozitetin dhe fillon dal ngadal edhe sabahun me rregullu inshallah. Thotë ka vajzë dhe don me ditë a lejohet me prej kurban, me njetë të kurban bayramit edhe të akikës. Këto janë dy, dhe më thonë, çështje, dhe tek shumica e dietarëve nuk bëhen bashkë. Ka disa dietarë që e kanë lejuar, por mendoj që ajo është një mendim që nuk ka argument, është më tepër një lloj, dhe më thonë, përgjithësimi, që kërkon me pas një argument për këtë përgjithësim. Sidoqoftë, unë mendoj që nuk mjafton një kurban për dyjat. Duhet një kurban për akika e një kurban për kurban bayram. Nëse nuk i mundësi, atëra thërë domethënë për kurban bayram e akikën pastaj kur të ke mundësi më vonë e thërë për shkak se akika mund të shtyhet, ndërsa kurban bayrami e ka kohën e vet nëse kalon u kry puna e tij apo. Prandaj nëse s'ki mundësi dyjat bashkë mi bë, atëra spaku për kurban bayram, nga se për kurban bayram është për këtë familjen, nëse për akikën është vetëm për fëmijën dhe fëmijë mund të kompenzohet mas 2 javë, 3 javë, një muaj kur të bën punë, e thërë një kurban tjetër për vajzë, inshallah, dhe pa besoj që kështu të mundesh dyjat me i bashku në mënyrën më të mirë të mundshme inshallah. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë, ordani? Mirëmbrëma. Hoxh desha me të vetë, ne se ndërvet sipas islamit, a kena caktuar me sa kurbana dohet me prej patjetër gjatë jetës tonë? Po, qartë, mirë. Zoti është shpërblet për mëndere. Mirë. Sa kurbana do të mi prej gjatë jetës? Nuk mund të japim numër të caktuar për të sakt. Pse? Për shkak se mas pari jeta njëri dallon. Dallon dikush që për shembull jeton deri në moshën 40 vjeçare, dikur në moshën 30 vjeçare, dikush 60, dikush 80, dallon e para. E dyta do i mundësit. Ti ke mundësi mërnu 80 vjet për kurban s'prin, se si ki mundësit. Dikush i ka mundësit. Pastaj ka kurban pas situata ndryshme. Ndoshta dikush kalon në ato situata, dikush kalon në ato situata. Kuçi dallon. Kurban duhet me prej minimumi 1 vjet. Si kurban bayram, që tash e kemi për një familje. Kjo është minimumi. Një kurban vjet, edhe jo për individ. Ai kurban është për këtë familjen.
për familjen e ngushtë, në kryefamiljarin, gruan e tij dhe fëmijët e tij. Nëse prind jetojnë me të, edhe prind hyn në kurbanin që e thirr ai për familjen e tij. Andaj, kjo është një kurban në vjet për këtë familjen. Për individ, në esencë, është një kurban që e prinde për të kur të lind. Po jo ai për vetë e tij, sa s'ka mundësi është ende foshnjë e prindi për të. Nëse ka prej, kry puna, nuk ka obligim tash me prej fëmiu për veti kurban, për shkak se prindi se ka prej për të. Nga se ka qenë çështje ende lidhur me prindin në atë kohë, nëse ka shku edhe s'ka nevojë me u kompenzu mu thirrja e kurbanit. Nëse do të mirë vullnetar me prej tjetër është, po jo diçka që obligohet me kompenzua që prindi se ka bënë të kaluarën. Pastaj ka kurban që thirret për shembull si rezultat i zotimit. Thot dikur për shembull, nëse Allahu më shëron nga kjo smundje, nëse Allahu më ndihmon këtë punë, nëse Allahu e kthen për shembull djalin nga rruga mirë, e kthen burrin, për shembull, zotohet, ka me prej një kurban. Atëherë ti ke bëvë obligim dhe ki nëse të plotësohet ajo që ke kërku, e ke obligim që me thirr kurbanin. Dikush nuk zotohet. Andaj më dëmon që kurbani dallon nga njëri në njëri, nga koha në kohë, nga situata në situatë e kështu me radhë. Ka situata kur kurbani është vullnetar më u thirr, mirë është, nuk është obligim, ka situata kur është obligim më u thirr, kështu gjitha këtu e bëjnë të pamundshme me përmendje një numër të saktë të kurbanit, sa kurbani ka obligim në gjatë jetës me i thirr. Për dallime që i përmena edhe të moshës, edhe të situatës, edhe të mundësive, edhe të rrethanave që njerëz kalojnë nëpër to. Kjo është ajo që mund të them për këtë çështje, Allah dhe më së miri. Mirë, derisa të bëhet me dije se ka telefonat, po shfrytëzoj mundësinë që të përgjigjem disa pyetje që kanë ardhur përmes mesazheve. Thot, a është më sevap me prej vet kurbanin a me i dhën dikujt tjetër? Nëse i ke përse me prej vet, do të thirrjen ti më e bë, padyshim se më mirë është vet njëri me e thirr, nëse din edhe ka mundësi. A nëse nuk din, gjuna me thirr, nëse nuk bën me emunu kafshën, edhe pse është kafshë, pse po thirret, pejgamberi alayhi salam na ka mësuar që të kemi edukat gjatë thirrjes, do me qenë mjeti i mbrehun mirë, me ditë ku me thirr, dhe gjithashtu mos me maltretu kafshën gjatë thirrjes. Kështu që nëse din me thirr, din ku me prej, bën me thirr, nëse i ki mundësitë dhe i ki kushtet, ma mirë me prej vet. Po nëse nuk din me thirr, atëherë shumë më mirë është m'ia besu dikujt që e blen te ai kurbanin, ose për shembull dikush që din me thirr kurbanin, ai ta thirr kurbanin. Kështu që kjo është sa i përket me prej vet kurban apo m'ia dhon dikujt tjetër. Thotë, çka më lexu e më bë më shumë në këto ditë që më ishi si duhet. Kemi vënë takimin e kaluar, don këto janë ditë të adhurimit. Më pari fokusi kryesor duhet të jetë në obligimet. Mi kry farzet, mi nejt gati namazit, 5 kohët namazit, kjo është me e mira mundshme. Me u largu nga gjërat e ndaluara, harame që janë, kryesora kjo është. Pastaj gjithashtu me u përkushtuat në adhurime tjera, sikurse është përmendja e Allahut e shpeshtë. Me dhon sadaka, sa të ki mundësi. Me agjeru, kush ka mundësi me agjeru, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, sa të ka mundësi. E në veçanti me agjeru ditën e Ajte, për shkak se është dita e Arafatit, dhe është ditë me vlerë shumë, dhe ka shpërblim të madh për atë që e agjeron atë ditë në falje të mëkateve dhe shpërblime të mëdha që Allahu xhallahu ala i jap agjeruesit në këtë ditë. Prandaj tek çështja vullnetare ka mundësi të shumta, çdo vepër e mirë është e kërkuar, po në veçanti të jetë fokusi shumë më i madh, me që është edhe më lehtë të jetë në dhikr, në përmendje të Allahut te bareku teala. Nëse me përmend Allahun xhallahu ala mundesh me ec, mundesh me lëviz, mundesh me ulur, mundesh me konstrit, mundesh me duke u thumë kerr, prandaj lehtë është. Me fal namazun, me pas abdes, me koni vend ku falesh, me koni krim nga kibla, janë rregulla. Edhe pse duhet për namaz mu kujdes, po flas vullnetar, se për obligim nuk kontestohet fare kjo çështje. Por duhet bëj krahasim mes për shembull adhurimit të namazit, adhurimit të dhikrit. Dhikr është më i lehtë, prandaj dhikr shtoni sa të keni mundësi. Sa më tepër dhikr me bë është më e mirë. Me përmend Allahun, me lut Allahun xhallahu ala, me dhon sadaka, edhe më kujdes për raportet familjare. Veçanë këto ditë
ka sevap të madh tek Allahu i Madhnuar, si një përgatitje e një atmosfere të mirë familjare për me e pritë së bashku edhe Kurban Bajramin. Mirë, thëtë Kurban a muj me nda për familje, a duhet me i adhon krejt të varfërve? Jo, nuk ke nevojë me i adhon krejt të varfërve. Kurbani mund të ndahet në disa pjesë. Dietarët kanë përmendur një ndarje mesatare që të gjitha palët përfitojnë. Domthon, me ndarje në 3 pjesë. Një pjesë takon ty, që e ke therr, mirë është me marrë një pjesë të kurbanit për veti, me përgatit me të ushqim, me hongër nga kurbanit, është mirë është kjo punë. Nga se kështu ka bu pejgamberi alayhi salatu vesselam. Pastaj një hise të mixë me dhon dikujt nga të afërmit, vllaut, motrës, agjës, dajës, ose dikujt nga të afërmit që ki, nga se kjo është një lloj sheh respekti që kurbanin tonë që e ke therr për hatër të Zotit, një pjesë të këtij kurbani që nuk është therrje e rëndomt, nuk është diçka e zakonshme, është diçka shumë e veçantë, e jep dikujt nga familjarët. Dhe kjo pastaj realisht sjell edhe raporte mira dhe e pritshme është që kjo të ndikon edhe në fuqizimin e raporteve dhe në afrimin edhe më të madh mes të afërmve dhe familjarëve. Andaj Islami na mëson që në çdo mënyrë me përdor çfarë do të mjeti që na japet mundësia me përdor për me u afru mes vete. Andaj nga disa njerëz për shembull nuk e marrin mirë në kurbanit. Thotë vallai kam me për shembull nuk e di hajme, merre, qoftë edhe pak. Ja të jetë një lloj respekti familjar dhe përgatite. Nëse din me përgatit mirë dhe tash ka mënyra të shumta me përgatit, besoj që gjithë i pëlqen mishi i kurbanit. Nëse është dash ose dele. Për lopën nuk po flasim, se lopën të na zakonisht e hajnë, nuk është të lashe. Po ka njerëz që kanë kapakizëm të mishi i dashit ose i deles. Nëse përgatitet mirë, besoj që gjithëve ka mi u pëlqy. Prandaj mirë është me pas një lloj shpërndarje të tillë mes vete, me shkëmby mes kurbanit për shtim dashurisë edhe respekt mes vete. Edhe një pjesë shkon fukarave, domthonjë që ju ndihmon për shpëlim tek Allahu i Madhnuar. Mirë, kemi telefonat, inkuadrojmë, urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje me ta bë. Po, na. Jetojna në Evropë, na. Po. Edhe jetojna këtë pjesën në Shqipëri. Po. Edhe pjesa e namazit, të bashkimit, të takshumit edhe të jacisë. Po. Në shumë xhamia këtu në Suedi, që janë këta hoxhallar imam që janë arab, për falin pjesën e namazit, akshumit dhe jacisë kështu i bashkojnë, për shkak që njerëz të shkojnë punë. E desha me dita është në rregull kjo pjesa e faljes së namazit në këtë lloj aspekti. Po, e kuptoj. Mirë. Për shkak edhe të kohës, a din, se për shkak që jacia tash në Suedi shkon deri në ora 11:15, plus sabahin në ora 2 diçka, për shkak që njerëz kanë më shkuar në punë, edhe pjesa e shfrytëzimit të kohës. Po, e kuptoj. Me dita është në rregull kjo pjesa e faljes në këtë mënyrë. Po, e kuptoj, falënderit. Faleminderit shumë. Allah shpëlbej. Amin, e kalofshi mirë. Faleminderit. Kjo është një problem që muslimanët që jetojnë në ato vise të Skandinavisë ballafaqohen gjithmonë, nga se gjithmonë, jo gjatë tërë vitit, po gjithmonë po flas, ballafaqohen në kohra të caktuar të vitit kur dita zgjatet shumë dhe nata shkurtohet shumë. Nga se ka periudha kur nata zgjatet shumë e dita shkurtohet, normal për shkak të ligjeve që Allahu xhalla xhalu i ka bërë në tokë. Se për këtë kësaj çështje, në vendet ku kohërat e namazit janë të çrregulluara, domethënë dietar kanë parapo disa rregulla më specifike. Mirë, po çka nën kupton të jetë koha e çrregulluar? Koha e çrregulluar e namazit i bën me një vend ku për shembull është vazhdimisht ditë, është vazhdimisht natë. Kur është nata, din me caktu akshamin e yatsin, po nuk din me caktu sabahun, nuk din me caktu drekën. Nëse është ditë vazhdimisht, veç pak erësohet, po s'është nata ajo, është probleme të caktu kur hin sabah, kur hin për shembull yatsia, kur hin dreka. Ani këtu vend të çrregulluara. Dhe këtu kanë parapo dietar rregulla të caktuara qysh caktohet koha e namazit. Nëse më një vend, domethënë, nata dhe dita janë normal. Mirë, po nata është më e shkurtër se dita, por ka natë. Don perëndon dielli, dal ngadalë, pastaj shkon erësohet, edhe erësimi pas shkon kahagimi, është proces i natyrshëm që ndodh, mirë, po veç problemi është se nata është shumë e shkurtër.
Atër në këto situata, shumica e dietarëve nuk e kanë konsideruar si vend që i ka kohët namazit të çrregulluara. Prandaj duhet mu falë në kohët namazit që realisht përcaktohen në bazë të shenjave që i shohim në qiell. Dihet kur hin akşami dhe dihet kur hin yatsia. Dhe Allahu ka thonë inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtar në kohën vet. Në çdo namaz ka kohën e vet. Dhe në esencë duhet namazi me u fal në kohën vet. Akşami në kohën vet dhe yatsia në kohën e vet. Kjo është esenca. Kjo është esenca. Mirë po, nëse muslimanët atyre vendeve bëhen bashk, o xhallarët aty vënë dietarët i vënë bëhen bashk dhe diskutojnë edhe kësaj çështje, edhe duke u nis prej implikimeve që mund të ndodhin tek besimtarët atje për shkak të kohës së shkurt dhe marrin mendim çështja autokonatyne. Unë nuk dua të përzihem në vendimin e hoxhallarëve e dietarëve që janë atje. Se elhamna në çdo vend ka njerëz musliman të devotshëm, të dijshëm, ka xhallar, ka dietar që realisht dinë me i vlerësu këto gjëra. Por po flas ti rregulli përgjithshëm që më pyete, domethënë unë nuk e kisha preferuar që në vazhdimsi namaz të bashkohet. Namazi lejohet më bashkuar në situata shumë specifike të veçanta, por kjo të bëhet rrallë. Të ndodh sot për shembull, më ka ndodhur diçka në udhëtim kështu me radhë. Mirë, po të bëhet mirë të vazhdueshme me muajt e tërë, kjo kërkon një lloj trajtimi shumë më specifik dhe shumë më të veçantë. Andaj unë po flas në bazë të rrethonave të përgjithshme që i di dhe në bazë të pyetjes që e bëre i nderuar Allah. Domthonë unë e shoh që namaz duhet më fal në kohë vet. Me nëse dietarët aty vani, on arab, turk, shqiptar, diskutojnë me zotë dhe vinë në konkluzë se valla një me shumë dëm po bëhet dhe namazi është shumë shkurt, çështja u takon pastaj atyre, ne nga këtu nuk mund të përzihemi pastaj në çështje që janë me natyrë të aspekti lokal. I takon atyre që më marr vendim, por përgjithësi po flas, domthonë nga rregullat e përgjithshme po flas, domthonë aty ku ka natë, ku ka ditë, trajtohet si vend që e ka kohën e rregulluar dhe në bazë të kësaj duhet që edhe namazet të jenë në bazë të shenjave që shfaqen në hapësirë. Domthonë dihet kur hin dreka, dihet kur hin domthonë akindia, dihet kur akşami dhe yatsia edhe sabahu. Në esencë, namazet falen në kohë vet dhe bashkimi i vazhdueshëm për mua mund të jetë problematik, nuk mund të them që lejohet, prandaj po përgjigjem në bazë asaj që është baza dhe esenca. Nëse ka diçka që lejon ndalë nga kjo bazë sipas asaj që e përmenda, që e vlerësojnë dietarët e hoxhallarët e atij vani, që është ja pastaj u takon atyne, unë atje nuk përzihem. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë, urdhoni? Selamu alaikum, hoqë dashur. Aleikum salam, rahmatullah. Ajni mirë. Mirë ka dosh Allah, se jeni ani mirë. Mirë, alhamdulillah. Si zakonisht emisionet për juve janë për me bo pyetje. Zashtë me bo pyetje, zashtë veç me ta uru ardhen e njët e mbesave, njëpet dhe mbesës në kosisht, duke dëshëru të kënë njët gjatë të lumtur do Zoti inshallah. Amin, falënderit shumë, Zoti shpërbleft, falënderit shumë për hajër. Inshallah njëpet i gjallë gjishit. Allah e shpërbleft, Allah e na i boft më të mirë se na që kemi qenë. Falënderit shumë. Amin inshallah. Allah nderoj të hoqë dhe laftata për emisionin e zakonisht, Allah e shpërbleft juve për emisionin përgjithësi. Amin, falënderit shumë juve, shumë falënderit, Zoti të kalojë mirë, gjithë mirë. Amin, selam aleikum. Aleikum salam. Mirë, kemi telefonat inkuadrojmë, urdhani? Selam aleikum hoqë. Aleikum salam, rahmatullah. Po ndoshta një pyetje me ta bënë është. Po urna, po dëgjoj me çfarë? Ke mundësi më përgjigj se realisht më dhoni këshill në këtë rast. Urna, dëgjojmë, le të të shohim. Kam telefonuar më herë te kjo në emision. Elhamdulillah, më ke vërtet gjithmonë në mënyrën më të mirë, po edhe para 2 nete telefonova në emision tjetër. Pyetani hoj, po nuk e di, pak nuk më mur shumë jo serioze, po realisht unë jam elhamdulillah fali namaz, jo 5 vakët me pranu të ashtë të mëjnë me të thonë ty po Allah në smëjnë me rejk, sabajnë e fali, akshamin edhe atjen, fysh mëjnë zonë normal, po drekin e këto po jam funksion, po full, po telefonin nga jashtë nga Gjermania, po problemi është që një 2 javë të fundit tash, e kam një farë angtë, një farë stresi, një farë mundimi këtu në gjëk se një farë harresim ka kapë shumë, nuk e di kur quna me gjesë, nuk e di ku jam që shem të kam. Edhe realisht në bona pyetje para 2 nete një hoqë, se tash
ti net, me thonë rani ju, po para 2 nete kum po ëndrën e fundit, 3 net rani kum po stakfirullah zonin e shejtanit, unë po na pyetjen që realisht nuk e kum po me sy, po kum po erën e parë që nuk tu fal me ndalke përpara, me ndalke domosdoshmë nuk më lejoj që me marr me kry tamam falën. Herën e dytë nuk e di çysh, hera e tretë kom kështu vetëm zoni ti bërtima, edhe herën e tretë sikur më sjellke me diçka, edhe nusa më tha të natën ke bërtit, mos të më shata, ke pas shumë ke ful shumë në vetë. Kisha pas dëshirë një këshill ose nuk e di. Bele nusja më ka tek, shko pak këta, ti kam prenda atje, shko edhe për Bajram plake, nështë pak qëtësoshën, ai rukje të një hoxhëllarta me shku. Nuk e di, kisha pas një këshill për te, më dhonë, kam një faranke, një farë, nuk e di, një farë ju me të besimi, s'kam furt me thonë, jam monim, kam një farmundimi shumë në gjokës të e një farë, nuk për mujas me ta përshu. Realisht të 3 net që kum po ondra shumë trona, shumë me stres. Realisht 3 net e kum po stakfirullah, zonën e tij ka unë vesh, kam ka shumë, nuk më kalon me falë tu. Po të kuptoj valla, e qartë është, faleminderit. Inshallah tash do të mundon me të hallë një këshill, inshallah i përgjigj. Faleminderit shumë. Amin, shumë faleminderit. Selam aleikum. Aleikum salam. Nuk dia kemi telefonat. Selam aleikum. Aleikum salam. Të më dhënë një pike. Në të prej kurban, diqysh në ndëndija time nuk bëj këtë me gojnjet të bëj me prej kurban të dhe që prej gjithë në kodë sakonesht ashtë të ndëgju kështë, ata masë së dhja atë bëj shamirë. Që ishte edhe njerë nëse nuk kuptova? Unë e kur prej kurban, në më thonë dhe prej vetë kështë, po në ndëndija time e di që prej për familje, për Allahin kurbanin, për kurban Bajram, për familje, nuk e thamë shumë me gojsh në njëtë të bëjnë me dhe dëshyna të ashtë të ndëgju këtë mas të dhja kam po mirë njëtë. Qështë e bën njëti? Vete dhe bën njëti, në më thonë dhe prej për bratë të familje të vete, a më nuk e pëtanë njëtë dhe me prej në gojë nuk e thamë, dhe Allah, gojë, okej, në regull, e kuptum, në regull. Po e kuptoj. Po. Në rregull. Nuk dia kemi telefonat, mirë. Vllau që telefonon nga Gjermania, ku ankohet se ka probleme me ankthin, me stresin, me ngarkesa, kështu me radhë. Realisht këto probleme mund të kenë disa burime, jo një burim. Dhe varësisht nga burimi që kanë e marrin edhe trajtimin. Domethënë, ne nuk kemi ata që këmgullim që çdo problem i kësaj natyre të ketë lidhje me ndonjë gjin, seher edhe me pas nevojë domosdoshmë për rukje. Ka situata ku njëri ka nevojë domosdoshmë për trajtim psikoterapeutik, ka për ndoshta psikologjik, ka nevojë për trajtime të caktuara, apo ka nevojë ndoshta për medikamente për më qetësu, ka nevojë. Nga se dhe këtë pjesë domosdoshmë feja e një si të bazuar dhe të pranuar për trajtimin e rasteve të këtilla. Nuk kemi ata që domosdoshmë e mohojmë këtë dytën dhe veç të parëm këmgull, veç ki diçka të ka bëu dikur diçka. Jo me këmgull kështu. Po as nuk kemi nga ata që domosdoshmë e mohojnë këtë pjesë komplet. Mohojnë ndikimin e gjendve, mohojnë ndikimin e sehrit tek njëri, nga se një mohim i tillë realisht është kundërshtim të plot me fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit dhe realisht me konsenzusin e dietarëve të pranueshëm dhe dietarëve që realisht gjenerat pas gjenerate kanë trajtuar tema dhe çështje të ndryshme që janë baza dhe janë referenca e ummetit musliman. Andaj a është e mundshme që shejtani me ndiku tek njeriu deri në atë masa që ndoshta me i shkaktu probleme të këtilla? Po, pejgamberi më ka përmendur që shejtani ndikon në ëndër të njerit. E ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se shejtani ecë dhe qarkullon në trupin e njeriu. Domthonë mund të bëjë ndikime të caktuara, ne nuk e parashtojmë. Është diçka e padukshme për ne, është e vërtetë, por me që është e vërtetuar me argument e shpallës ne i besojmë. Ama kjo është mesatare e kërkuar. Mesatara që e bën edhe këtë mundshme edhe këtë mundshme. Domthonë i bën disa burime të mundshme që njeriu realisht prej aty e ka nismën e problemeve të tij.
E përgjatë rrugtimit pastaj të problemit dhe avancimit mund të ketë ndërhyrje, mund të ketë problemi nismë psikologjike, pastaj të ketë edhe ndërhyrje djallëzore. Mund të ketë nismë djallëzore, po pastaj të ketë implikime psikologjike. Nuk këto janë gjëra të përzira, prandaj nuk mund dikush që me përjashtu njërin edhe me lënë veç tjetrën. Ne besojmë që të dyja domon mund të kenë ndikim. Po njëra mund të jetë më dominante dhe pastaj në bazë të trajtimit edhe realisht mirët edhe përgjigja se çka dush me bëti japën. Kështu që në detajet e trajtimit nuk më lëshunë, se as nuk po të një as të kompas kurrë. Mendoj që ndoshta ka mundësi nevojë për në trajtim ndoshta më shumë psikologjik, ndoshta të një psikoterapeutist më shku me trajtu ka nevojë ndoshta një rrëfim probleme të caktuara kështu më radh ka nevojë. Ndoshta ki mundësi, ndoshta s'ke për këtë, ndoshta për më të bëti dikush rrugje, me të çliru nga një ngurfatje dhe shtrëngim që je duke pretu nga shejtani mallkuar. Prandaj çka realisht ki nuk e di. Nuk mund nga distanca me përcaktuar diagnoza. Edhe nga afërsia nuk mund të përcaktoj se jam ekspert i kësaj lamie, unë me këtu nuk mirëm, por besoj se dyja janë të mundshme në bazë të leximit, në bazë të provave, në bazë të trajtimit të dietarëve që e përmana më herë don e kanë ndërtuar gjithmonë, dhe kjo është e njohur tek dietarët tanë si çështje e mundshme mendohet. Mirë po, çka po them në rastin tonë ndërullah. Në rastin tonë çka do të qof problemi që është? Çka do të qof problemi apo? Mendoj që e para që duhet me pas parasysh është se është smundje që shërohet. Nuk është e pashërueshme. Çka do kuft? E para apo dyja, çka do kuft? Është e shërueshme. Ta marrësh pak më relaks, më i qetë me kon. Mos leja që këtu me ndiku në rrjet e jetës tonë. E para. E dyta, trajtohu. Mos hezito. Edhe me shku tek hoxha i besueshëm që thon Kur'an, rukje. Edhe kjo është e pranuar. Po shko te ndonjë psikoterapeut besimtar i mirë që i beson këto sene, e din me bu lidhje mes të dyjave. Edhe këtu shko. E trajto këshyre cila është dhe ku është zgjidhja. E treta, po sabër. Nuk ka smundje për shembull që me një të prek me largohet. Ka smundje që mund të jenë më thjeshta, po një flamë e thjesht me të ra 4-5 mana. Jo diçka sikur se kiti. Ne ka disa probleme që mund të jenë pak më të gjata në aspektin kohor. Andaj duhet të bëj sabër. Duhet të bëj sabër edhe me u kthye tek Allahu i manduar. Çështja tjetër që ta preferoj është që mos u izolo, mos u mbyll veten tonë, më tash kam gjë çka u bë, më mbyll. Jo. Nëna pas ke gruan e kuptueshme, shiko, çka më thon, shko pak atje, del pak atje, e pas ke gruan afër, mirë është, jo gjithçka gruas më i tregu, mos më ngarku gruan, mos më mërzit. Po nganjëherë diçka më rrëfy, më kërkon një këshill ose një shok, një mik, një hoxh, rrëfeu. Sikur tash u rrëfeu. Elhamdullah, shumë mirë. Mos e marr veten tonë, mos u izolo. Mos paramenos se veç ty të ka ndodhur dhe askush i ka ndodhur këtë botë. Jo, njerëz kanë probleme të tjera më të mëdha se kjo që ti e ke apo. Që merre pak më me relaks, edhe mos u izolo, as në kuptimin fizik, as kuptimin psiqik edhe emocional. Çështja tjetër që ta them është domon dëgjoj Kur'an. Dëgjoj Kur'an. Në shëje të shtëpia, ka lënë tash në telefona, domon përmes mjeteve shumë të shlet, e gjen diku surën Bekara, edhe e dëgjon kapitullin Bekara. Pastaj më dëgjon Kur'an çka do të qoftë, derisa të takosh me një hoxh që t'i jap një terapi pak më të konkrete, më të detajzuar, domthonë për problemin tënd. Hajde ai ka zonë me lezu Kur'an, me bukat këtu më radh. Rregati namazit lajderu. Rregati nga namazi mbrojtje me lenin Allah të manduar. Rregati namazit, sa të ke mundsi. Edhe pse ki pengesa, ki të lashe, rregati namazit. Edhe pse është drekën sunë fal rahat, nëse e ke ndin ki të lashe, ki probleme psiqike, ngarkesa këtu më radh, fal namazin. Namazi është dalë për Allah, është qetësim me lenin Allah të manduar. Mund të kesh të lash normal, edhe njerëz që falin kanë shqetësime, normal. I mi njerëz edhe ne. Mirë po, ai që falet, ai që Allahu i përulet, ai që e kupton jetën si duhet, ai që e kupton madhrinë e Allahut te barekuhu teala, me namaz shumë lehtë kalon këto probleme dhe të tjera probleme që mund të ballafaqosh me tonë jetë. Përmend Allahun shpesh. Ka cilës përmend Allahun, dëgjoj Kur'an, falë namazin dhe jep sadaka. Nimoj fukarave që Allah me shëruti me të nimu ty. Lutë Allahun natë e ditë, lutë Allahun me bindje se Allah të përgjigjet. E pse mund të vonohet përgjigja pyetjes, e kërkesës, e duas, mund të vonohet. Ti mos e bëj galën e përgjigjes, ti bëj galën e lutjes.
baje galen tek Allah, apo lutesh që duhet, a në rregull. Lut Allah në atë ditë, o Allah shëram, o Allah ndihmo, o Allah rujem, o Allah më udhëzo të njerëz e dur që e kuptojnë problemin tim edhe mund të më japin atë që unë kam nevojë për të. Lut Allah xhallahu me taku në hoqë të mirë, në mjek të mirë, në shok të mirë, në dikë që realisht ndihmon te kalimin e kësaj situate. Dhe më që gjitha këto që përmana 5, 6, 7 janë faktorë që me lenë Allah mundin shumë me ndiku dhe me lenë Allah edhe me të nxjerrë nga situata. Prandaj e para, e dyta, e treta që përmana gjitha pak një, por kur bëhen bashk një goditje kohë e fortë e probleme që të kanë ndodhur. Andaj edhe duat e gjumit thuj. Para se marrë me flajt, i ketë mbruja muslimanit një libër që ka përmbledh lutjet e pejgamberit, se më gjen në internet, e gjen edhe si aplikacion, e gjen mush me zbrit në telefon, atje e ki lutjet para gjumit. Merr abdes para se marrë me flajt, edhe këndoj lutjet, edhe bër flaj. Me lenin Allah xhalla xhelalu s'ka të keqe që të ndodh inshallah. Mund të kesh një ëndër të keqe, por e keqe ëndër edhe kalohet nuk të bën dëm inshallah bi'idhnillah. Nëse është ëndër të keqe përshty 3 herë në majt pa lëng, veç një fryrë 3 herë, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Allah, më ruaj nga e keqja e kësaj ëndre, ktheu në krahun tjetër flaj, me lenin Allah të i mbrutur nga çdo e keqja asaj ëndre që ka tentuar djalli mallkuar me të shqetësu, me të bezis apo me të friksu. Këto janë udhëzime që duhet mi ndërmarr. Andaj përmana 7, 8 e kështu me radhë. Andaj ti kesh parasysh dhe besoj që me lenin Allah xhalla xhelalu me pak sa përkushtim dhe ndjekje të rrugëve të duhura, ja del inshallah nga kjo situatë edhe kthehesh në normalitet të plot, pa telashe, pa ngarkesa edhe pa shqetësime që realisht po vuan për ty. Allahu ta lehtësoft e çroft edhe gjendjen Allahu ta përmirësoft. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Si të kalon ai mirë? Mirë elhamdullah, mirë elhamdullah. Allah shqir. Urdhë. Do të më bëni pyetje. Po, veç urdhë. Dërmtari musliman. Ai ka dyert e xhenetit cilë. Po. Se ulej ças durimin e madh kam që në punën çet njëri kur kush pe vetë, sa vota. Alhamdulillah. Çfarë muslimani? Namaz bolma sa ke mundsi, por nëse nëse punojnë në punë ndërtimit gjumate, në i vakt, sabajt, shumë me qemë të shpijat e falëm. Po, do shë në ta bo një pyetje rëgjë. Po, urna. Jëmë konë qytet. Se mund ka vdek në umat që 34 vjetë. Po. Në këtë këmë njërë thjesë, se më kalon një vjetë 6 muaj. Po. Edhe, atë rëgjë, më kanë qëllu një lëpës për të shqipë, një kalit 50 cent. Sa ki mundësi me dhome, këmë dhome dhe qatë për qatë sabaku më ka kësi. Edhe këmë thonë, ma mundësën veç një ondër të shepak, në më që duhet me këmë dhome. Po. Edhe, më ka përtu Allah qatë dëshirë, mëra 4:30, më ka hi për dritare, rahmetike, edhe dëshirë dhe që këta përqafuhem të u dapi një. A shqina, a qysh? Po, e kuptum. Inshallah, ta epi një koment për këtë që e përmene, inshallah, këtë vesh në dhe gjamë. Allah është për blirë. Amin. Po. Natën e mirë, bashkë. Natën e mirë. Valërni, të kodhjë. Pyetja radhës ishte, nuk dhja ka telefonat, nëse ka, inkuadrojmë. Mirë. Në të mbetit kjo fundit që ishte, për sonte, inshallah, thotë thirrja e kurbanit, po të ne prej kurbanit zakonisht, po ka njerë, disa njerës për e bujnë me dyshu se e bën njëti mirë, se bën njëti mirë, e kështë më ratë. Njëti në esencë vendin e konë zemër. Njëri në zemër ti, me mendje ti e dinë se që ka të bo. Apo prej në kurban për Zotin, apo prej në kurban për shambull, për këtë rast, apo atë rast. E di njëri, zemër ati din. Në esencë, njëti e ka vendin zemër. Po ka raste, kur pejgamberi, alayhi salatu wasalam, jo njëtin, por veprën e ka orientu përmes edhe fjallet e gjuhës. Për shembull, në haxh pejgamberi sa ka thonë lebejk Allahume, o Zot, po të përgjigjim me haxh ose me umre. Është përgjigj pejgamberi, kjo s'është njet i bom, njet ne ka pas pejgamberi në zemër, moti, po e ka shprehë në moment caktuar për arsye që pastaj janë trajtuar tek dietarët. Edhe tek kurbani. Te kurbani, domethënë, një të kinë zemër, është vërtet, por me shprehje me gojë, o Zot, ky është kurban
Kjo është kurban prej teje dhe të ti kthejet. Ti ma ke mundësu këtë ban, dhe ty pa ta kthej. Në emën tëmë për e theri, për vetje, për familjen time. Nëse dënë me inkuadru dikën nga familjarë si nona, baba që kanë vdekë, mu është me inkuadru. O Zot, është prej teje edhe të ti kthejet. Në emën tëmë për e theri, për vetje, për familjen time të ngusht, për babën e për nonë që më kanë vdekë. S'prish punë. Në kjo s'prish punë të duhet me gojë. Nga se kështu e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe e kanë dëgjuar njerëz që kanë qenë afër tij. Prandaj të thuhet me gojë në këtë aspekt, në këtë rast nuk është diçka e panjohur ose diçka e çuditshme, por ka argument për shkak se sikur se pranë transmetuar se kështu ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasallam. Andaj e thosh edhe me gojë, edhe pas thosh bismillah, Allahu akbar, edhe e therr në mënyrën qysh na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, që është e njohur për ata që dinë me therr kurbanin. Çështja që e përmani shikuesi në fund, normal përmend disa çështje, një prej tyre është sabri. Sabri padyshim ka vlerë të madhe. Sabri mirë, po njerëzit mendojnë që sabri është vetëm kur të nguzi kush më bë sabër. Sabri disa lloje. Allahu xhallahu ala ka përmendur që ai që bën sabër ka më shkuar në xhenet. E po sabër me plot kuptim me fjalës, jo sabër vetëm në një aspekt. Nëse Allah ka thonë inna ma yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Domthon durimtarët do të shpërblehen pa llogaritë tek Allahu i manduar. Sabërli ka dyert e xhenet hapur. Por çë sabërli? Sabri është 3 kategori të ndërruar shikues. Nuk ka vetëm një. Po njerëz të provokojnë, njerëz nguzin bë sabër, vdes dikush bë sabër, sprovohet me çka bë sabër, kjo shumë ka vlerë dhe ka shumë shpërblim. Por veç një pjesë e sabrit është kjo. Sabri që e ka njëri në të ndaluarën, për shembull, ka mundësi me marr haram, ka mundësi me ran haram, në diçka që është e pamoralshme, e dytë, diçka që nuk i takon me marr, apo me prek dikun që nuk i takon, bën sabër. Ja, thosë se preku kur për hatër Zotit, këtu duhet sabër, frenim. Edhe kjo sabër tek Allahu problemet, edhe kjo sabër. Nuk ka sigur se ai pare që përmana, kjo tjetër sabër. Edhe sabri tjetër sabër në kryen obligimeve. Me agjëru duhet sabër. A duhet sabër në agjëru? Po, me prit, me s'ma ngërbog, vetë sabër duhet. Se kur që ma shumë s'duhet, agjëru shumë më konë. Me falë namaz, duhet sabër. Ka herë priton, ka herë e lodh, ka herë e nëzon, ka herë, sabër. Pilëm që sene për falëm, edhe këtu duhet sabri. Pa e kush e përmbidh sabrin nga këto aspektit, me lenë Allahut, i ka dyrt e gjenetit qela. Dhe aja që e përmend që i ka dhënë fukara, se Allahu xhallahu ala të ka shpërblim me këtë, padyshim se kjo është e mundshme. Tash nëndër të ka ardhë, aja që e ke pa që të ka ardhë nga dritarja, të ka përqaf, kjo veç ëndër është. Se ardhja nënës realisht nuk është e mundshme, aja ka vdek, është në botën tjetër. Të vdekur nuk kthehen mund këtë botë, e pa mundshme është, nuk kthehen. Prandaj aja që mund të mendohet është me ardhë nëndër. Ka mundësi, është e nëndër, mund tjetë aja që ka qenë nëna jote për shembull, nuk e dim çka që nuk e një, por mund tjetë. Pa nëse e ke ndi vetën mirë, edhe e qetësu me këtë, shpresojmë që të ke qenë me të vërtetë një shpërblim i Allahut për punën e mirë që ke bëu, për sabrin, e Allahu ta ka mundsuar me ta qetësu zemrën pak edhe me ndi bile spaku për një moment, një përqafim nona që të ka mungu për të jetën që realisht të ka vdek nona e ke qenë ende foshnje. Dashur Allah që me u bashku me nëna tona e me dashnit ton edhe me gjitha që kanë vdek, Allahu më na bashku në xhenet së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të ndërruar shikues, kaq për këtë pjesë, me që takimi jonë tash është mas Kurban Bayramit, edhe pse është pak herët, por po them, pasi që takimin e kena mas Bayramit, unë shfrytëzoj rastin që fillimisht t'ju uroj për të ditë e mëdha që i kemi të Dhul-Hijhes, që t'i kaloni sa më mirë në adhurim, në përkushtim, në kërkim falje, në pendim, në lidhje farfisnore, në solidaritet dhe ndihmë njëri tjetrit, edhe gjithashtu ju uroj një Kurban Bayram të këndshëm, të qetë dhe të ngrohtë në xhirin familjar, të sigurt në vendin ton dhe duke lutur Allah në vazhdimsi që Allah të na ruan vendin ton, popullin ton, të na ruan Allah xhallahu ala sigurinë, lirinë ton dhe gjitha begatitë që Allah na ka dhënë nga çdo tendencë keqëdashëse e çfarë do njeriu të lig, tradhtar, mashtrues apo armik që ndoshta nuk e njohim, po Allahu e njeh më së miri, na ruaj Allah nga sherri i tyre e na boft Allah bashkë gjithmonë në punë të mira, në ato që është Allah i kënaqur dhe në ato që ka dobi për vendin, popullin tonë dhe njerëzit në përgjithësi. Kalofshi mirë, mirë takofshim mas Bayramit. Zoti ruajt. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.